qytetar, shqiptar, që je shtet formues. Pse të pengon tash? Shka është jo kushtetuese me shujt gjuhën shqipe edhe në kartmonedha. Ai din me lexu, edhe thot që jam njeri më i mençëm këtu, na e njohim si të mençëm. Edhe unë e njoh si të mençëm, po du me besu se është i keq informum. Unë po du me besu. Nuk po du ta hjekja atë mitin se edhe unë jam një far patrioti. Edhe unë e du edhe Kosovën, e du edhe Shqipnin, edhe kom qef që edhe kryeministri i Kosovës ta respektoj dhe nuk po muj me ndëgju ato shprehje dhe nuk po du me interpretu në formën që shpe interpreton krejt. Po du me besu se është gabim i informimit. Unë së pari. Ku është ajo pika e indiferencës së ti që e pati në raport me gjuhën shqipe? Gjuha shqipe është zyrtare. Ligji për gjuhë në Republikën e Maqedonisë së Veriut e parashef gjuhën shqipe, nëse ke mundësi me integru se do ta përcjellon, është zyrtare në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Dhe unë dua që ta them se ne në Maqedoni kemi ligj për gjuhën, për përdorimin e gjuhëve. Ashtu si është në krejt botën ka ligj për përdorimin e gjuhëve, nuk ka ligj për përdorimin e gjuhës shqipe as në Kosovë. Jo. Nuk ka ligj për përdorimin e gjuhës shqipe as në Shqipëri. Dhe askund nuk ka ligje të veçanta për përdorimin e gjuhëve të veçanta. Andaj ne nuk mund të kërkojmë ligj për gjuhën shqipe në Maqedoni. Ne kemi kërku që gjuha shqipe të integrohet në ligjin për përdorimin e gjuhëve. Dhe ne një, alinea 1, thot, në tërë territorin e Republikës Maqedonisë dhe në marrëdhëniet e saj ndërkombëtare, gjuhë zyrtare është gjuha maqedonese dhe alfabeti i saj kirilik. Alinea 2 është pastër. Shkruan të gjuhë tjetër që flasin së paku 20% të qytetarëve në Klapa shkruan gjuha shqipe se nuk ka tjetër gjuhë që flasin më shumë se 20% të qytetarëve. Gjithashtu thot është gjuhë zyrtare dhe alfabeti i saj, unë po shtoj është zyrtar, në pajtim me këtë ligj. Alinea 3 dhe 4 i definon se gjuha shqipe është zyrtare në treshi, thot në gjithë institucionet qendrore, shtetënore. Derisa alinea 4 thot se gjuha shqipe është zyrtare vetëm në njësitë e veçeverisjes lokale, ku së paku 20% janë shqiptarë, që do të thotë se vërtet në strumit gjuha shqipe në organet dhe njësitë e veçeverisjes lokale nuk është zyrtare. Po ama në Strug, Likov, Kumanov, në Shkup, në Tetov, Gostivar, në Kërshov, dhe në të gjitha vendet ku shqiptarët janë mbi 20%, a ka shumë edhe ma shumë se sa që po e thëmë, gjuha shqipe është zyrtare edhe në njësitë e pushtetit qendror dhe në njësitë e pushtetit lokal. Kështu që është shpekulim, është dezinformim dhe është e pavërtet. Thënia se gjuha shqipe nuk është zyrtare në Republikën e Maqedonisë së Veriut, pse bëhet nuk e di. Nuk e di, nuk mund të them. S'mund, edhe s'po kam qef me besu pse ndodh kjo. Po është e pavërtet thënia se gjuha shqipe nuk është zyrtare në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Dhe këtë nuk po e thëm unë, po e thot gazeta zyrtare, e cila në Maqedoni del në 2 gjuhë. Në çdo pasaportët janë në 2 gjuhë. Letërnjoftimet janë në 2 gjuhë. Dhe tash kemi arritur që edhe në sistemin e termini im, e kemi si mjek, çdo ditë shkruaj raporte mjekësore. Edhe terminin tim e kemi në 2 gjuhë. Raportet mjekësore për kosovarët, pacientët e mi, unë i shkruaj në 2 gjuhë. Në gjuhën shqipe vetëm, pastër, nuk i shkruaj në gjuhën maqedone. Në Maqedoni, në bazë të dëshirës së pacientit, unë i shkruaj ose shqip ose maqedonisht, pa ndonjë pengesë. Dhe mund të çdo qoftë hyje në sistemin e terminit tim edhe ti shohë se vërtet
Shuhen në gjuhën shqipe. E ka theksu zoti Kurti këtë përqindje 20%. Po. Po dhe të tjerë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, 20%. Edhe shprehje një farë droje se ne nuk duhet bim në 20% të popullsisë për ta ruajt gjuhën shqipe si gjuhë zyrtare në Maqedoni. A rrezikohet realisht përqindja derisa po theksohet kështu, apo është një lloj vullneti që kjo më ndodh? Gjuha është gjithçka, mënyra se si komunikojmë. Besëm nuk po du me besu në atë që po e thu. Në gabim komun, nuk po du me hekat besimin edhe mitin tim për patriotizmin dhe veprimin e Kosovës ndaj Maqedonisë. I kam ka njerë do parashikime tërta që fatkeqësisht ndalin. Unë 20% aq kemi mujt me rrime e bo. 20% e kemi festu dhe së bashku me vlenistët e sotëm e kemi festu 2018. Të njëjtën e kanë votu dhe e kanë postu në profilet e tyne në Facebook si e arritura më e madhe e shqiptarëve në Republikën e atërshme të Maqedonisë. Të gjithë këta të cilët sot po thënë se nuk është zyrtare. Aq kemi mund me bo, deri në katin e parë kemi mund, baba çka ka mujt me bo për fëmijët e vet. A është ashtu? Po. Tash a disa let bëhet kjo punë. A disa let bëhet kjo punë me hek 20% me bo ato klapat veç me hek, me bo gjuhë shqipe. Letria, linea, let hiqet 20%, komplet krejt, a disa thjesht mund mu bo, me një amandament në parlament, të cilën unë i parja votoj. Unë i pësem opozitë, vota ime vlen. Po jo, ta hekim njerë masë ndaj ta shofi, me ndojmë, sikur me balansusin. Ta hekim, të një po bëjmë ligjë për gjuhën shqipe, a ligjë për gjuhën shqipe, për përfaqësimin e drejtë, as kërkun nuk është. Çka nëse gjykata kushtetuese vepron njëjtë, sikur në rastin e balansuesit? Shif, gjykata kushtetuese për ende para se mu themelu kjo qeveri, unë kam dëgju një intervistë të kryetarit të gjykatës kushtetuese atje, i cili e thekson se ligji për gjuhët ka disa pika janë në kundërshtim me kushtetutën. Për momentin janë 3 pika, jo 10 vjetor është seanca e caktuar. Ne nuk e dim çka vendos. Bëhet fjalë për 3 ligje për të cilët i kanë prejudiku, po, se antikushtetues. I kanë prejudiku se ato janë se do marrë kahje vendimi i gjykatës kushtetuese kundër këtyre tre neneve, të cilët realisht e rregullojnë çështjen e përdorimit të gjuhës shqipe në gjykata. Po. Përdorimit të gjuhës shqipe në polici si duket është, edhe e treta që lidhet edhe me stemën. Edhe me stemën, dhe e treta është përdorimi i gjuhës shqipe në Bankën Popullore të Republikës së Maqedonisë, që do të thotë se në bazë të këtij ligji dhe po të vazhdohesh të implementohet ky ligj nga këto pushtetarë të tanishëm, ne do duhesh të kadale të ndrojmë edhe monedhat, denarin, që ta kemi edhe në gjuhën shqipe, të shuj edhe maqedonisht edhe shqip. Dhe unë i kam pyet shumë shpesh edhe kolegët e mi aty. Çka po të pengon me shujt edhe në gjuhën shqipe për në monedhë? Çfarë është jo kushtetuese, kushtetuta ty të pranon si një qytetar shqiptar që je shtet formues. Pse të pengon tash? Shka është jo kushtetuese me shujt gjuhën shqipe edhe në kartmonedha? Shka është jo kushtetuese me përdor gjuhën shqipe edhe në gjykata? Nuk ka jo kushtetuese, kështu unë po foli si laiki i drejtësisë. Në fakt është e domosdoshme se në gjykata të përdoret gjuha e secilit person, pra me konventa ndërkombëtare duhet të jetë gjuha e personit që e kupton.
Fakt është ajo, po kjo shkon edhe më lart. Një shqiptar ka të drejtë mos me ditë gjuhën maqedone. Po edhe ajo ndodh gjithandej. Kjo shkon edhe pak më lart. Seancët, nëse gjykatës është shqiptar, bëhen në gjuhën shqipe. Do të thonë nuk ka ku një farë pengesë nëse shqiptar është gjykatës, është edhe shqiptar është i pandehur apo palët parasysh, edhe palët të cilët janë edhe avokatë edhe tjetër, pse duhet të flasin të gjitha të në gjuhën maqedone? S'e kuptoj logjikën. Edhe çka ka antikushtetuese në atë të cilin po flit kanë shqip në gjykatë. Çka ka antikushtetuese? Ne jemi shtetformues. Po këtu është veç grepi. Një jetë janë në zonën që thoshin pak më vonë. E ku janë në zonë? Dhe që ky gjykatës kushtetuese dul me një farë deklarate shumë interesante që më shqetësoi mua. Thotë kjo nuk është vetëm hiqja e këtyre 3 neneve të cilët hipotetikisht po thoj kanë se kanë antikushtetuese, të cilët janë të planifikuara, të shkruara në programe të partive politike parazgjedhore, dhe sot po implementohen jo nga parlamenti, se unë kisha pas qef me ndëgjua të gjana në parlament i votojnave, kush o kundër, kush o pro, po të hiqen në mënyrën më të pabesë, po të hiqen në mënyrën më të pa cip, po hiqen nga gjykata kushtetuese, duke i anashkalu të gjitha institucionet demokratike, dhe po thojnë, na s'kena në ndikim të gjykata kushtetuese, ata vetë le të vendosin, e na po duhet i besojmë gjykatës kushtetuese. Çka nëse preket ky ligj dhe cenohet e drejta shqiptarët për përdorim të gjuhës shqipe? BDI-ja, Ali Ahmeti, çfarë do të bëjnë? Cili është pozicioni i tyre në këtë rast? Sepse pozicioni është shumë i qartë. Siç po shoh unë, ka edhe një heshtje të ndërkombëtarëve rreth kësaj çështje. Pozicioni jonë është shumë i thjeshtë. Shumë i thjeshtë. Nuk lejojmë që të bëhet. Nuk lejojmë që të hiqet. Po si e pengoni? Po tash do i shohim gjitha mundësitë. Nuk mund të hiqet diçka për të cilën ti 20 vjet ke punuar. Nuk mund të hiqet diçka të cilën qysh me bë pazar me gjuhën shqipe për të cilën një herë më e kemi kry punën. E kemi, mos thonë kemi bë pazar, po jemi mundu dhe e kemi vendosur në tavolinat më të larta, e kemi kalu, jemi gëzu, tash prapë na duhet me luftu për balancera, për përfaqësim të drejtë, prapë duhet çdo vendim, megjithatë nuk po gjen kundërshtim kjo çështje në Kosovë. Dhe kjo më shqetëson më shumë se sa tendenca atje për të ndërhyrë dhe për të ndryshuar, për të cenu këto të drejta. Nuk po gjen kundërshtim Kosovë. Nuk shohën se ka kundërshtim Kosovë. Nga Kosova zyrtare realisht nuk ka kundërshtim, përkundrazi ka një retorik përkrahje të çdo gjë që bëhet nga VMRO, nga pushteti i VMRO-s. Për shkak se realisht unë kam një përshtypje se vleni ose shqiptarët në pozicionet e tyre në Republikën e Maqedonisë së Veriut për momentin janë vetëm se portparolla ose zëdhënës të VMRO-s, ashtu si gjejnë arsyet për çdo denivelim, për çdo poshtrim, për çdo kthim të çështjes së shqiptarëve në institucionet e shtetit tonë, janë vetëm se e intonojnë arsyetimin të cilin e ka thënë VMRO-ja. Dhe kret janë me një vi, e mu shumë shpesh e ndëgjoj, edhe ndëgjova, edhe kryeministrin e Kosovës në të njëjtën vi. Në të njëjtën vi me deklaratët e Mickovskit ishte edhe kjo preskonferenca për çështjen e Vjosës. Kam edhe një 2-3